ka bërë sa më të efektshme dhe sa më të bukur këtë aktivitetin tonë, do të nisim nga diskutimet në radhë të parë me zotin kritik letrar dhe studiues zotin Thanas Boçi. Atëherë le t'ja lëm fjalën zotit Thanas. Lufta për të fituar mbi vdekjen, misioni shenjtë i njerëzve me vullnet fort, në përfaqet e romanit Letra nga Spanja të Miogjini. Lufta dhe përpjekjet për ta mposhtur vdekjen shihet në për të gjitha faqet e këtij romani. Ky autor gjysmë shekulli që shkruan, duke lëruar me plugun e tij letrar të gjitha llojet e prozës, të shkurtër apo të mesme, monografi, studimet për teatrin, si përfaqësuesi më i spikatur i kritikës në këtë fushë, por dhe romanin autobiografik Dëbimi, Rruga për të ferr, që shumë e quajtën thjesht memorialistik, ndërsa unë e quajta romani vetvetes. Dhe i tillë është, le të kujtojmë këtu detarin e Ana Frankut, apo sikur të isha djalë ta Kisërmillit, e shumë të tjerë. Sot ne po promovojmë librin më të ri të Miogjinit, të 17 të tij, por jo të fundit, romani social Letra nga Spanja. Miogjini, ky intelektual, ka ditur ta pasqyrojë dhëmjen që ndjen për ata të rinj e të reja shqiptar, të cilët shkelen në përvende të ndryshme të botës për një jetë më të mirë. Por, duke mos u thelluar kënaqësitë e çastit, dashje pa dashje, i shpuri në rrugë pa krye në atë të drogës. Dhe autori si një prind dhe qytetar vizionar, arrin gjëratysa në roman, shfaqet sikur kjo t'i ketë ndodhur me djalin e tij ky fenomen. Dhe, duke na treguar edhe neve me dhëmbje, sikur na thotë se asnjë familje dhe fëmijët e tyre nuk janë të imunizuar nga kjo e keqja e shekullit. Po që se nuk urrim pranë bijve tona që të mos gabojnë. Ndaj lufta dhe përpjekjet e familjes Gjoka bën të mundur që të shkëputin nga thonjtë e vdekjes djalin Eduardin, gjenën riaftësimin e tij për ta futur në rrugët e shtruara të jetës. Të gjitha këto janë të parashtruara në përfaqet e këtij romani voluminoz, ku emocioni me amplituda të larta dhe logjika e ftohtë janë shkrirë në një, ndërsa faktet reale bëhen më së bindëse e më së të pranueshme. Por te ky roman duhen para ato vlera estetike që përcjell autori, që krijon emocione jo thjesht nga problemi që përcjell, por nga struktura estetike që ka përzgjedhur në përndërtimin e arkitekturës së veprës së tij. Romani është ai lloj social me tipe dhe tipologji posociale. Autori është qytetar dhe si till, padyshim që ndjen trysninë e elementeve pozitiv apo negativ mbi njerëzit apo shoqërinë, që në të dy rastet krijojnë emocione të forta. Romani social sot në botë po gjen një përhapje të gjerë, sepse vetë ajo është e mbushur me probleme të shumëllojshme që kërkojnë zgjidhje. Por autori Gjini, në këtë rast, jo vetëm që parashtron probleme e fenomene tipologjike thelbësore të kohës, por jep dhe alternativa për shërimin e kësaj plage të madhe të shekullit, domosdoshmëria e shkëputjes nga thonjtë e vdekjes përmes riaftësimit e rigjenerimit e emocioneve pozitive. Ndaj romani ka një narracion të shtrirë në një masë voluminoze. Autori, për të mos ta lodhur lexuesin, nga 25 kapituj që ka romani, i ka thyer duke futur në mes Spanjën, jo vetëm si vendi ku riaftësohet Eduardi, por edhe duke evokuar bukuritë dhe historinë e saj. Për mendimin tim, kjo thyerje është një gjetje estetike nga autori, se ndërkohë ato ka shërbyer si uralisë midis Eduardit dhe familjes së tij, por edhe vendit ku banon me Spanjën e Seviljen, ku ai riaftësohet. Pra, kjo është një gjetje mjaft e mirë dhe justifikueshme e përzgjedhur krishtarit. Miogjini ka bërë zgjedhjen e tij në këtë roman gati 400 faqesh, duke treguar çdo gjë me imtësi, ku gjuha e përpunuar, sintaksa e rregullt, figuracioni i pasur e të tjera, e bëjnë atë tërheqës e të lexueshëm, aq sa nuk të lë të shkëputesh lek prej tij. Miu ka shumë përvojë në këtë drejtim, sa fantazinë dhe realitetin i shkrin në një, të cilat i përbashkon përmes gjuhës, ku ajo e autorit me atë të personazheve gati formojnë një mozaik që luan edhe një rol të veçantë gjendja psikologjike e tyre, paticat dhe zbaticat e shpirtit,
gjë që e bën lexuesin jo vetëm të emocionohet, por të futet thellë në shkutat e tij. Ndosë romani ka një subjekt me naracion të shtrirë, autori e tregon atë në vetën e parë, pra e ka personalizuar si njësi estetike, me qëllimin e vetëm për të treguar se kjo e keqe mund t'i ndodhë kujdo, dhe ndërkohë do që ta ndaj dhëmbjen edhe me të tjerët. Kështu bashkëbizetimi me lexuesin është më i afërt, më sinqert dhe më bindës. Karakterit i jep gati të formuar dhe këtë e bën me qëllim të caktuar, duke e motivuar si një zgjidhje estetike. Autorit i intereson më shumë riaftësimi dhe rehabilitimi plot i Eduardit, gjë që kjo do ta shpjerë edhe në formimin e plot të karakterit të tij. Miogjini është një shkrimtar me përvojë të gjatë, ndaj dhe shkrimtarinë e ka shndërruar në profesion. Ndaj në roman diti ndërtoi aq bukur figurat artistike, siç janë personazhet, detajet, tablot, peizazhet, skenat të bukura e të bindëse të besueshme, pamjet dhe sjelljet e njerëzve në Greqi apo në Spanjë, skenat në krizat e drogës të paraqitura me aq mjeshtri sa të kujtojnë ato tek pavioni kancerozëve të Pasternakut, por që autori di se çfarë të përzgjedh tek detaji për të formuar të bukurën në shpirtrat e njerëzve, por edhe të objekteve dhe natyrës ku ata jetojnë e veprojnë. Dihet nga të gjithë se çdo vepër letrare apo artistike, në ndërtimin e saj ka diçka materiale, siç janë gjuha, ngjyrat e tjera, të cilat i nështrojnë një rregullësie të saktuar me formacione semantike gjuhësore, duke mbartur një mesazh të qartë, duke vendosur një komunikim të rregullt midis shkrimtarit dhe lexuesit. Të gjitha këto veçori autori ka trajtuar në forma dhe struktura nga më të besueshmet në roman, duke krijuar raporte të saktuara midis shkallës së vlerës estetike me atë të rregullsisë së vendosur në të dhe duke marrë në konsiderat edhe masën e ndërlikimit të tyre, romani i Miogjinit u përshtatet më së miri këtyre kërkesave të domosdoshme estetike, gjë që e tregon se autori ka punuar me kujdesin më të madh, jo vetëm në strukturën e tij, por apo në parashtrimin e mesazhit, por veçanërisht në ndërtimin sa më të thjeshtë e sa më të kuptueshëm për lexuesin, sepse dihet që tjetër kod ka shkrimtarit e tjetër ka lexuesin. Prandaj ai nuk ka lënë midis tyre ndonjë hendek, por ka gjetur ura bashkimi. Në të gjithë këtë roman voluminoz, autori ka ditur dhe ka mundur të mbajë një qëndrim të caktuar të kujtesës mbi kohën. Kjo do të thotë që ajo të mos harrohet asnjëherë, sepse siç thekson edhe esteti amerikan Hasner, kujtesa mbi kohën është një periudhë e caktuar e jetës sonë. Pra njerëzit, duke e patur kohën bashkëkohëtare, me forcat e tij mund të fitojnë mbi të keqen tek vetvetja. Në të gjithë këtë roman voluminoz, Miogjini kërkon të thotë vetëm të vërtetën. Kjo tregon konsekuencë, seriozitet dhe çiltërsi. Për këtë dukuri Freud i thotë: dihet që e vërteta thuhet edhe duke bërë shaka. Romani i Miogjinit është një arritje në krijimtarinë e tij letrare, me vlera estetike, i realizuar përmes një pune të kujdesshme, ku realia dhe fantazia janë shkrirë në një të vetme, ku emocionet e krijuara të bëjnë që të mos i ndahesh leximit të tij. Faleminderit.